në pash reagime të cilat me befastuan ish kryeministri Pandeli Majko, ish ministri jashtëm Ditmir Bushati, njerëz të pastaj shumë reagime patë, po. Shumë reagime të cilat me befastuan jashtë maste. Unë e kuptoj që ajo mund të dhem të Serbia të ketë në Shkodër, por kjo tregon që ata nuk e shohin shumë të rëndësishme faktin që lugina Preshevës po zbrazët, që atje duhet ndihmuar ky territor, që atje duhet dërguar sa më parë një konsullat, edhe kjo pandjeshmëri e tyre me befastoi. Domethënë, u befastova shumë, si nga kroi majtë i djathtë në Shqipëri nga njerëz të cilët unë kam pasur respekt të madh. Po varet nga pikpamja, prandaj thash që pikpamja juaj nga Prishtina ndryshon nga jeni mes Tiranës dhe Luginës, se zoti Bushati për shembull është shkodran. Unë jam origjinë shkodrane. Ne na bën një përshtypje kjo tani, serb apo malazez apo jo, se i dim disa gjëra aty, apo jo. Mua më bën përshtypje edhe kjo që e marr vesh nga ministri Gjuriç dhe nuk e marr vesh nga ministri im këtë çështje. Po, kjo është tjetër mohabet. Domethënë, unë mendoj që pikërisht këtë lajm të gëzueshëm, ministri Hoxha është dashur ta japi parë, sepse unë mendoj që kjo është fitore për Shqipërinë nëse do të bëhet kjo marrëveshje. Se ai ka lejuar që Gjuriç të japi parë, kjo po sepse i ndodhi dhe kjo deklarata ministre serbe, ndërkohë që duhet thoshte ai tha gjë Gjuriçit në kundër përgjigje, nuk se e ndjek një farë tërsi ministrin e jashtëm ka vjetër pas herë situatat të tilla. Është dashur me thonë edhe prandaj është dashur edhe reagimi të jetë më jashtë, ndaj deklaratës të ministrit serbe, siç e teka në fillim. Gjithsesi unë mendoj që qeveria shqiptare duhet patjetër të kërkojë në këtë marrëveshje që të hapë edhe konsullatën në Novi Pazar. Nuk i kushton gjë, nuk është për buxhetin e Shqipërisë, por rënd që të ketë një konsullat më tepër edhe dy në këtë rast, një në Bujanovc, një në Novi Pazar, dhe kjo madje edhe me kushtin që Serbia të kërkojë diku tjetër edhe një konsullat tjetër, nëse ajo është ka dëshirë apo jo që ta bëj këtë gjë. Sepse varet, ndonjëherë ndoshta ajo nuk është e interesuar më tepër se në Shkodër të ketë, por edhe nëse është e interesuar, edhe nëse vend një kusht të tillë, mendoj se do duhet të ishte i pranueshëm. Por kur folet para për qëndrimin e Kosovës, Shqipërisë të tjerë, ne kur vitëm 90-ta jetoja në Tiranë, unë dhe shumë kosovarë të tjerë habiteshim se si përgjithsisht qytetarët e Shqipërisë shihnin me mos përpillje çështjen e shqiptarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë në atë kohë që ishin në një gjendje jashtëzakonisht kritike. Mirë po, pas krijimit të shtetit të Kosovës, unë shoh po të njëjtën gjë që Kosova edhe qytetarët e Kosovës dhe predikantët e Kosovës me të njëjtën mospërfillje stillen ndaj luginës të Preshevës. Janë stillen po as portretisht sa janë sjellur, domethënë politikanë, qytetarët të Shqipërisë ndaj Kosovës, edhe këta tregojnë njëjtën gjë, njëjtën portreti ndaj interesave të një pjesë besoj duhet thënë në të dyja rastet, edhe të Shqipërisë, një pjesa tjetër ka qenë shumë e angazhuar. Po kuptohet kjo, domethënë por tani që domethënë të gjitha këto reagime që shoh rreth natyrisht ata nuk mund të thonë, nuk duam konsullatën e Shqipërisë në Bujanovc, në luginën e Preshevës, por duke thënë që ja nuk bën në Shkodër, në fakt këta po e kundërshtojnë marrëveshjen, po kundërshtojnë në fakt pasjen e një ambasade në një konsullate në luginën e Preshevës. Dhe mendoj që Serbia mëndzi të pret të thotë edhe partisë ndërkombëtare, ne po dëshirojmë ta zgjerojmë marrëdhëniet diplomatike, dëshirojmë shqiptarët janë ata të cilët nuk duan, shqiptarët janë ata të cilët u pengon qoftë edhe një konsullat e tjerë, dhe kështu që
mund ta heshin të çështje dhe ta vazhdojnë spartimin e tyre etnik në të luginës së Preshevës. Prandaj unë i thras të gjithë atyre që kanë reaguar dhe të gjithë intelektualëve, politikanëve në Shqipëri dhe në Kosovë, sepse është i çuditshëm reagimi i qeverisë të Kosovës. Ajo nuk ka reaguar fare në ndaj kësaj marrëveshje as provas jo, por eksponentët e saj, një zëvendësministër, një ish kryetar komune dhe deputet të kësaj partie kanë reaguar në kundërshtim të kësaj marrëveshje. Ata në vend të i çojnë hollën luginës së Preshevës, e cila rrezikohet me zhbërje, i çojnë hollën Shkodrës, një qyteti që është në një vend sovran, të pavarur, antar e NATO-s, që ka bërë një luftë lavdishme në vitin 1912-13 duke e mbrojtur shqiptaristinë e saj dhe duke vrarë me 10 mira ushtarë serbe malazez në mbrojtjet të shqiptarisë të saj, i çohet holli Shkodrës, në ndërkohë që injorohet fati i luginës së Preshevës. Kjo është e pakuptueshme dhe e papranueshme. E kam qartë këndvështrimin tuaj, për është çështja këndvështrimesh, për ju është shumë e rëndësishme që të ketë prani shqiptare shtetërore në luginën e Preshevës, të tjerat ju duken gjëra më